Përshëndetje nderuar miq, ja ku jemi sërish në emisionin ton Realitete Ekonomike. Kemi nderin të jemi në mjediset e punës të Altax dhe të mikpritur nga zoti Eduard Gjokutaj, ekspert pranë Altax. Zoti Gjokutaj, ju faleminderit që na mikpritët. Kënaqësi dhe faleminderit juve. Duam të flasim për ekspozitën e 8 të Shangajit që po zhvillohet pikërisht në një nga qytetet më të mëdha dhe më të rëndësishme, jo vetëm të Kinës, por të mbar botës ekonomike. Shangajin pikërisht ekspozita e 8 me datat 5 deri në 10 nëntor, duke e lidhur edhe me mundësitë për eksportet shqiptare në tregun e madh të jashtëzakonshëm të Kinës. Zoti Gjokutaj, një nga panajiret më të mëdha tregtare në botë, ekspozita ndërkombëtare e importit e Kinës në Shangaj, po mbahet në këtë qytet datat 5 deri në 10 nëntor. Pse ajo i ndihmon vendet dhe rajonet në të gjithë botën për të forcuar bashkëpunimin ekonomik dhe shtuar tregtinë mes tyre? Po, ashtu siç e përmendëm me të drejtë, pse është bërë e madhe, është bërë vërtet e madhe, është bërë një forum ekonomik global tashmë, pasi janë mbi 4.000 biznese të tilla që përfaqësojnë 155 vende. Kjo do të thotë një hapësirë tregtare dhe hapësirë konsumi dhe ofertash të tilla që e kthejnë atë në një nivel që pak ndodh me forume të tjera. Natyrisht, mundësitë që ajo jep nëpërmjet krijimit të hapësirës për shkëmbimin e përvojave, të teknologjisë, të ideve dhe nga ana tjetër edhe të mënyrës së diversifikimit që kërkojnë në zinxhirët e furnizimit të tregjeve, merr një model të ri dhe një qasje që kjo ekspozitë tashmë nuk është thjesht një panajir fizik apo virtual, siç është krijuar modeli hibrid së fundmi, por një të themi salon i madh për të parë gjithë ekonominë botërore se si ajo ndërvepron. Dhe mbi të gjitha, ndërveprimi këtu i është lënë theks i madh atyre që janë motori i ekonomive të çdo vendi, bizneseve të vogla dhe të mesme. Një nga risitë më të mëdha të kësaj ekspozite për këtë vit është transformimi i saj në një platformë të mirëfillt sociale digjitale. Për herë të parë mund të eksplorojnë pavionet përmes realitetit virtual, të gjithë ndjekësit dhe vizitorët të ndjekin raportet në mënyrë interaktive dhe zhvillojnë takime biznesi online përmes inteligjencës artificiale. Komenti juaj lidhur me këtë risi të fuqishme të këtij eventi të madh ndërkombëtar? Në fakt është një risi jo thjesht për ekspozitën, por dhe për forume të ngjashme apo dhe për nivele komunikimit të cilat tashmë ne po i shikojmë realitet me përfshirjen jo thjesht të vizitës virtuale, por të asaj se si teknologjia nëpërmjet inteligjencës artificiale tashmë mundson, sidomos për bizneset e vogla dhe të mesme, të shkurtoj kostot e logjistikës, pra të transportit dhe të ndërhyrjes, mundëson personalizimin e ofertave dhe kërkesave, e i bën më të afërt tregjet, pasi nëpërmjet tyre shkëmbehen dhe ato çfarë lidhen me tregje dhe natyrisht krijon një ekosistem hibrid të tillë siç e thatë ju me të drejtë, që i ndërvepron dhe i kthen në proaktivitet atë që deri më sot panajiret nënkuptoheshin si një prani fizike. Pra, tashmë kuptojmë që qasja që bëhet nëpërmjet inteligjencës artificiale nuk është se vetëm të krijon mundësinë për të parë, të krijon mundësinë për të analizuar, për të testuar dhe natyrisht konkurrueshmëria është ajo që ngjelet dhe vendet të kuptojnë se si duhet të ndërturen me ato çfarë kanë të bëjnë me kërkesat e asaj që ekonomia kineze kërkon t'u japi nëpërmjet hapjes saj. Pra, modeli i ekonomisë kineze me qasjen që ka gjithëpërfshirëse dhe kërkon që atë globalizmin e deridjeshëm ta kthej tashmë në një qëndrueshmëri mjedisore, pasi i mëson shumë kësaj, natyrisht kjo e arrin pasi ofron në kohë reale e jep shumë të qartë dhe të plot gjithë këtë lloj qasje ndërveprimi. Expo Shangaj në edicionin e vet të 8 tani ka zgjeruar dhe hartën e pjesëmarrësve, jo e përmendën me të drejtë zoti Gjokutaj, 155 vende të ndryshme të botës, por edhe shumë organizma ndërkombëtar të rëndësishëm ose banka zhvillimi për fatet e zhvillimit ekonomik sot në botë. Si e gjykoni këtë zhvillim? Po mendoj se tashmë Expo 8, pra ekspozitë e Shangajit, natyrisht që ofron një lloj tjetër qasje. Ajo që përmendëm pak më përpara, përdorimi i teknologjisë është në kuadër të asaj çfarë si risi e kanë përmendur japonezët, ekonomia 5.0, që do të thotë që inteligjenca nuk është primarja, nuk është kryesorja, është njeriu i cili do të përdorë gjithë sistemet
që duke filluar nga inteligjenca artificiale, që nga interneti i gjërave, që nga big data, blockchain, e gjitha ato çfarë janë risitë të fundit që ne po i marrim si konsumator për të përmirësuar jetën, për të rritur vlerat dhe natyrisht për të përfshirë sa më shumë tregje dhe njerëz. Kuptohet këtu që për vende të vogla si Shqipëria apo ekonomi në zhvillim, kjo është një mundësi, pasi përpiqet të fusë në zinxhirët e furnizimit, duke përmendur këtu që kjo lloj ekonomie tashmë kërkon që edhe neve apo vendet të ngjashme të përshtatemi me atë çfarë janë kërkesa, pasi nuk është thjesht vetëm pjesëmarrja, por tashmë duhet që brenda këtij konkurrimi apo brenda këtij prezantimi neve të dimë se çfarë nga produktet tona janë më të vlefshme dhe si ato mundet të penetrojnë jo vetëm në tregun e hapur kinez i cili lejon përfitime për ato vende që ai importon, por nga ana tjetër u jep dhe mundësi për t'i njohur me partner jashtë tregut gjigant kinez. Ju e përmendet me të drejtë futjen e vendeve të vogla, siç është vendi jon zoti Gjokutaj, për shembull vende të ngjashme me ne si Maqedonia e Veriut, fqinji jon, ka përfituar nga taksat e favorshme për eksportin e birrës së saj në Kinë. A mundet që edhe eksportuesit tanë të pijeve alkolike, që kemi të tillë që i çojmë në Kinë, të mjaltit, vajit të ullirit, edhe vetë birrës, të deportojnë më fuqishëm në tregun kinez? Po, unë mendoj se po, pasi prodhimet shqiptare, të paktën ato çfarë ju përmendet me të drejtë, kanë cilësi të lartë, por janë pa prezencë dhe pa marketing. Pra, mungesa e këtyre dy elementeve të fortë në tregjet e huaja, natyrisht që duhet i bëj të hetur nëpërmjet institucionalizimit të prezantimit dhe marrëdhënieve në këto tregje, pasi vërtet rasti i Maqedonisë është ashtu siç ju e përmendet me të drejtë, por që të përfitosh nga të gjitha ato lehtësira, duhet të plotësosh disa kritere apo disa kushte, të cilat nuk bëhen dot menjëherë, kanë nevojë për një ndërturje dhe natyrisht ajo çfarë i mungon deri më sot ekonomisë shqiptare bashkëveprimi midis institucioneve dhe bizneseve dhe nga ana tjetër mënyra se si ato prezantohen duke përdorur gjithë kanalet e mundshme diplomatike dhe mënyrën se si teknologjia pastaj do të lehtësoj kosto, por nuk do të jetë qëllim në vetvete, natyrisht që produktet shqiptare si mjalti, birra apo produktet e tjera që kanë të bëjnë me ato çfarë ne i prodhojmë, pse jo edhe prodhime të tjera të cilat tashmë Shqipëria i ka intensifikuar, i japin mundësi Shqipërisë së pari të diversifikoj burimet ekonomike dhe nga ana tjetër dhe kanalet e tregtisë. Dhe në këtë mes edhe ajo bëhet pjesë e zinxhirit të ri të furnizimit të mallrave dhe shërbimeve në botë. Pyetja e fundit për bisedën tonë sot, duke parë gatishmërinë e jashtëzakonshme të palës kineze, duhet ta pranojmë, pra si thua, jo vetëm mikpritjen dhe mirëdashjen e tyre, po edhe dëshirën për të mirë kuptuar çdo lloj problemi dhe çdo lloj vështirësie që kompanitë tona mund të kenë, qoftë në nivel të autoriteteve shtetërore kineze, qoftë edhe në nivel të bashkëpunimit me kompanitë private kineze, si duhet të ndihmojnë kompanitë tona shqiptare të interesuara për këtë treg të jashtëzakonshëm, ka shumë të tilla që ndoshta largësia ose fakti që nuk kanë një pikë reference brenda vendit tonë që të mund t'i orientojnë ndoshta në një program edhe shtetëror që të paguajë një pjesë të kostove fillestare të futjes në tregun kinez. Në gjykimin tuaj, si duhet që pjesëmarrja e eksportuesve tanë, e potencialit të madh të eksporteve tona, që ju e përmendet me të drejtë, të jetë sa më efektive në këtë panajir, por edhe në eventet të tjera që Kina i organizon dëndër gjatë vitit? Po më së pari, nevojë të riformatimi institucioneve si dhomat e tregtisë, organizatat e biznesit tashmë të orientuara vërtet drejt eksportit dhe kryesisht drejt asaj që ofrohet si përvojë nga ekspozita e Shangajit. Dhe natyrisht që të ofrohen dhomat e tregtisë dhe industrisë, ka nevojë të bashkëpunojmë me institucionet shqiptare në mënyrë të tillë që t'u japin atë mënyrë prezantimi dhe atë mënyrë njohurish bizneseve që të përshtaten, pasi Kina apo tregjet që janë të lidhura me të, natyrisht që ofrojnë atë që quhet ekonomia e gjelbër, që në vetvete është një vizion shumë më i madh pasi ndërturet me atë qëndrueshmërinë e klimës nga Marrëveshja e Parisit, qëndrueshmërinë e gjelbër nga 2030 nga ato çfarë janë të lidhura me
rekomandimet e OKB-s dhe natyrisht që të përshtatesh, natyrisht duhet futesh në një qerthull të tillë të prodhimeve që të jenë të përshtatura dhe më së pari nevojitet një ndihmë logjistike për të bërë ato çfarë duhet përkthime në gjuhën kineze apo në gjuhët përkatëse, mënyrën se si do të jepen, çfarë do të jepen dhe kanale diplomatike ne i kemi të ngritura pasi kemi një ambasadë shqiptare në Pekin e cila do të shërbej pikërisht që kryeministri i bën vit pas viti atë që quhen diplomaci ekonomike dhe diplomacia ekonomike është një ndërthurje midis urave dhe pozicioneve të brendshme të vendit me atë çfarë përfaqësojnë ata. Dhe natyrisht një ndërthurje e tillë fillon edhe jep një tjetër lloj pranie. Nëse nuk bëhet nëpërmjet kësaj forme institucionale, natyrisht që tregtarë të veçuar apo bashkësi, të cilat nuk ekzistojnë por duhet të organizohen, nuk do të kenë atë mundësi që kërkon tregu gjigant, jo vetëm i Kinës, po i 155 vendeve që marrin pjesë në të. Zoti Gjokute, faleminderit shumë për këtë intervistë. Faleminderit juve. Të nderuar miq, ju faleminderit që na ndoqët dhe mirupafshim takimet e ardhshme.